Po, për sektorin e naftës jemi më mirë ligjërisht kompletuar, edhe pse kemi synuar edhe për shumë produkte tjera esenciale ose thelbësore në rast të çrregullimit të tregut. Për shembull, kemi pasur ligjin për rregullimin e çmimeve të produkteve bazë në rast të çrregullimit të tregut, të cilin ligj për produktet esenciale ose thelbësore për popullatën tonë përfshirë produktet ushqimore, përfshirë naftën, përfshirë drurin e të tjera, ne nuk arritëm që ta kem këtë ligj në fuqi për shkak të kundërshtimeve nga opozita, duke aluduar që ne po e ngushtojmë konkurrencën e lirë në treg dhe kjo rezultoi me përgjigje negative nga gjykata kushtetuese ku këtë ligj nuk e kemi në fuqi. Por e mira e sektorit të naftës është që kemi një ligj për produktet e naftës në fuqi tashme gjatë qeverisjes Kurti, i cili ligj ka pritur për më shumë se 10 vite për miratim në Kuvendin e Republikës Kosovës dhe kemi pashtu edhe një udhëzim për rregullimin e çmimeve të produkteve të naftës dhe produkteve tjera të karburanteve të ripërtritshme dhe në bazë këtij udhëzimi ne mund ta rregullojmë çmimin tregut duke filluar me marzhat që janë të rregulluara për çmimet më shumicë dhe më pakicë, por nuk mund ta rregullojnë çmimin furnizues që hyn në tregun e Kosovës. Pra, çka është në tregun e Kosovës që hyn nga importi, le të themi nga Shqipëria ose Greqia, vende tjera, ne kemi si pikë referente çmimin furnizues në doganën e Kosovës dhe shtojmë 12 cent për litër me pakicë ose 2 cent për litër shitjen me shumicë. Pra, shitjen me pakicë dhe me shumicë. Vendimet e di se janë në fuqi për rregullimin e çmimeve të naftës. Inspektorati Qendror i Mbikëqyrjes së Tregut është shumë aktiv sepse kemi rritur edhe resurset njerëzore në këtë inspektorat. Ju e dini se me qeverisjen Kurti kemi rritur për 27 pozita buxhetin për inspektorë të rinj në Inspektoratin Qendror të Mbikëqyrjes së Tregut, por me inspektorët e njëjtë të cilët i kemi trashëguar, përjashtuar 3-4 që kanë lëshuar punën, ne kemi arritur 100% rekord inspektime gjatë këtij mandati qeverisjes dhe po vazhdojmë me intensitet, sidomos në inspektimin e produkteve që janë thelbësore për popullatën tonë, por kur nuk kemi një normë legjislative, një akt legjislativ, ne nuk mund të veprojmë si inspektorat, si ministri, por me këtë rast për naftën e kemi të drejtën e veprimit dhe kemi vendimet në fuqi. E di se vendimi në fuqi është për rregullimin e çmimeve të produkteve të naftës, ku kam vendosur marzhen tregtare të shitjes me pakicë dhe me shumicë, pra 2 cent është fitimi, 2 cent euro për shitjen me pakicë për litër dhe 12 cent për shitjen, për shitjen me shumicë për litër dhe 12 cent për shitjen me pakicë për litër në sektorin e naftës. Dhe marrim edhe raporte, kemi raportin e përditshëm të furnizimit të produkteve të naftës nga dogana, të cilin e marr direkt në inboxin tim, pra që dërgohet nga dogana, ne dhe Ministria e Financave, të cilës i raporton kjo dogane e Kosovës dhe kjo është një referencë edhe për inspektimet e Inspektoratit Qendror të Mbikëqyrjes së Tregut, ku kontrollon faturat e furnizimit, kontrollon deklarimet e operatorit ekonomik dhe kështu me radhë. Faleminderit. E pyetje për skemat, a keni? Për skemat përkrahëse për ndërmarrjet tona që po rriten si yjet dhe po i përkrahin si Ministria e Industrisë, vlen të theksoj se Agjencia për përkrahjen e ndërmarrjeve është theksuar edhe në rritjen e performancës nga raporti i progresit dhe po ashtu nga raportet OECD dhe raportet tjera të bashkëpunëtorëve të jashtëm që janë agjencive për bashkëpunim dhe si rezultat tash po rritet edhe besueshmëria në institucionin Kjesa, ku siç e përmenda Dukati i Madh i Luksemburgut, por edhe Austria dhe të tjera agjenci po vinë dhe po bashkëfinancojnë duke ia besuar Kjesës dhe sistemit të Kjesës lancimin e granteve me fondet e tyre. Kjo është një rezultat i madh sepse është rritur transparenca dhe aplikimet bëhen në ASHI, jo si më herët, siç ka qenë një praktikë e dëmshme dhe me favorizime. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, kur ka filluar në fillim të mandatit 2021, pra kur kemi ardhur këtë qeverisje me vitin 2021,
Ne kemi gjetë një sektor të naftës shumë të paformalizuar, ku më shumë se 50% të pikave shitësit të karburanteve kanë qenë të pa licencuara, sepse certifikatat të cilat i kanë marrë, licencat kanë kushtu shumë, kanë pas një tarif shumë të lartë, prej 3.000 deri në 5.000 euro për naftën, prej 5.000 deri në 20.000 për duhanin, por me ligjin e ri të produkteve të naftës ne kemi thjeshtuar edhe kemi motivuar sektorin privat që të licencohet sipas ligjit të ri për produktet e naftës. Dhe në këtë rast është një rezultat i madh i Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, ku kemi arritur të formalizojmë 98% të operatorëve ekonomik me licenca, të cilat kanë një kozgjatje tash prej 2 vjet në 6 vite, kurse tarifa për të licencuar është në 50 euro për produktet e naftës, 55 për produktet e duhanit, njëra me tjetrën nëse nuk jam gabim. Dhe në këtë rast, unë si ministër nuk mbaj mend emrat e kompanive të përveçme si individuale, por e di që me vinë qindra licenca në kabinet për t'i nënshkruar në afat të shkurtër. Kompania Express është u ofruar brenda një objekti të jashtëzakonshëm, për çka dhe trotia kanë dikur ata. Shumë mirë. A jeni në dieni ju? Jo, nuk jemi në dieni. Nuk jemi as pak të njoftuar. Unë si ministër nuk jam e informuar për një biznes të vetëm, por jam e informuar për bizneset të ndryshme të cilat inspektohen, të cilat gjobiten, por edhe të cilat motivohen për mu licencuar. Në këtë rast bie që kompania Express nuk ka marrë licencën gona. Nuk e di. Unë do të përgjigjem me shkrim, a e ka marrë apo jo. Sepse kemi... Po, ma dërgoj drejt në kabinet do në të përgjigjem. Ma dërgoj drejt në kabinet, e kërkoj të Inspektoratit Qendror i Mbikëqyrjes së Tregut, a ka pasur inspektim, dhe e kërkoj të Departamenti Politik Bers i Naftës, i cili ka një komision për licencim të operatorëve ekonomik të naftës. Ma dërgoj në kabinet, nëse nuk e marrë përgjigjem. Janë hapat sipas legjislacionit në fuqi, ligji për naftën, ligjet tjera përkatëse për operatorin ekonomik. Janë të gjitha masat sipas Inspektoratit Qendror të Mbikëqyrjes së Tregut që bazohet në ligjin për mbikëqyrjen e tregut, në ligjin e naftës, por edhe ligjet tjera përkatëse për operatorin ekonomik. Janë shumë masa që mund të merren ndaj operatorit ekonomik.